Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se vini në debatin kushtuar zgjedhjeve lokale 2025. Televizioni ynë kësaj radhe ka ndarë hapësirë mediatike për dy kandidatët garues për komunën e të Arcës. Nga Alianca Kombëtare për Integrim kemi zotri Nazim Taipin, ndërkaq nga koalicioni vlen zotri Daud Memishin. Përshëndetje për të dy dhe faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit për ftesën, faleminderit për mundësinë. Më lejoni që para se të filloj me bisedën, t'ua prezantoj rregullat të cilave duhet t'u përmbaheni. Pra, secili nga ju kandidatët ka të drejtë të përgjigjen në secilën pyetje nga 2 minuta dhe kundër kandidati nëse dëshiron mund të replikojë me 1 minutë dhe së fundmi kandidati i parë me kundër replik prej 30 sekondave. Për juve pres debat konstruktiv dhe me kulturë komunikimi dhe besoj të ta kemë. Nëse jeni gati, mund të fillojmë. Patjetër. Zotri Nazim, çfarë premtoni ju për Të Arcën? Pse kërkoni votën dhe besimin e këtyre qytetarëve? Faleminderit. Unë kandidoj si kryetar komune për Të Arcën në bashkëpunim me qytetarët. Kam bërë një platformë për komunën e Të Arcës, duke ndëgjuar të gjithë qytetarët, duke ndëgjuar të gjithë fokus grupet, dhe mendoj bashkërisht të bëjmë platformën dhe të bëjmë projekte të cilat në të ardhmen do mund të i realizojmë si kryetari komunës. Siç thash, kjo nuk është vetëm një platformë e bërë nga unë vetëm si individ, por është një bashkëpunim të ngushtë me qytetarët dhe me ekspertët. Mendoj që Të Arca ka nevojë për një ndryshim në stilin e udhëheqjes së komunës. Të Arca ka nevojë për një person i cili ka një përvojë të mjaftueshme edhe këtu në vend, por edhe jashtë vendit. Unë vi nga Zvicra, ku kam jetuar një kohë të mjaftueshme atje, dhe kohën e fundit jetoj këtu dhe besoj me përvojën të cilën e kam arritur atje, me përvojën në sferën e menaxhmentit, do të arrijë që komunën e Të Arcës ta transferoj dhe ta bëj një komunë shembull për gjithë territorin e Maqedonisë. E njëjta pyetje edhe për ju, zotri Daud. Çfarë do të bëni ju për Të Arcën dhe ku mendoni ta bëni dallimin, në cilat fusha? Faleminderit për hapësirën kohore që sot keni ndarë të jem pjesë mysafir i televizionit tuaj. Realisht, për hir të korrekcisë para gjithë qytetarëve, nuk është dëshirë personale, por është kërkesë dhe mundësi nga ana qytetarëve që ne të jemi në krye të kandidaturës së Vlenit, do të thotë ata kanë parë diçka dhe realisht kanë kërkuar me ngulm që ne t'i prim kësaj gare, sepse fatkeqësisht gjithë këto vite të kaluara, gjithë këto mandate të gjithë kryetarët paraprak, fatkeqësisht nuk kanë arritur të bëjnë asgjë për komunën e Të Arcës. Realisht, duke u nisur nga përvoja ime institucionale që kam qenë gati 3 vite në komunën të Tetovës, drejtor në një ndërmarrje publike e cila ka qenë me shumë probleme dhe kemi arritur të gjejmë shumë zgjidhje. Njëkohësisht në një nivel qendror, ku jam udhëheqës i drejtorisë Biros për Zhvillim të Barabartë Rajonal në nivel republikan. Ati kam parë shumë komuna dhe kam vizituar fizikisht shumë komuna të cilat janë zhvilluar tej mase në krahasim me komunën e Të Arcës. Kur kam parë këtë zhvillim të hovshëm të gjitha komunave të tjera, kam parë mundësinë dhe realitetin që edhe komuna e Të Arcës mund të bëhet. Mirë po ajo komunë mund të bëhet vetëm me një vullnet të mirë dhe me një rotacion institucional nga brenda, do të thotë nga gjithë struktura paraprake e cila ka qenë, dhe fatkeqësisht gjithë ata strukturat të cilat kanë kaluar me kandidatët me kryetarët e komunave të tjera nuk kanë arritur ta bëjnë këtë rotacion, vetëm duke qenë të bazuar se qytetarët e komunës së Të Arcës kanë nevojë për kushtet elementare të cilat vuajnë ndër vite. Unë jam pjesë e komunës Të Arcës, jetoj ndër vite aty dhe realisht të gjitha problemet tona do të thotë ne i prekim çdo ditë dhe i ndjejmë çdo moment. Zotri Nazim, ne e dim problemet e Të Arcës, por unë do të kisha dashur të filloj me atë qendrore, mungesa e ujit të pishëm. Informacionet e mia flasin se fshatrat që gravitojnë në këtë komunë mbushin ujë përpije në fshatin Odri. Si do ta furnizoni me ujë të pishëm së paku këtë komunë? Unë si shpërmenda edhe më herët, përpilimin e programit e kom bërë me qytetarët, me fokus grupet dhe kërkesat e tjere për fat të keq janë kërkesat e cilat i përmeni ju, janë kërkesa për të siguruar ujë të pishëm,
Më vjen keq që komuna e të Arcës, por jo veç komuna e të Arcës, shumë komuna të tjera në Pollok nuk kanë arritur që të sigurojnë, për të ndër këto vite nuk kanë arritur që të sigurojnë ujë të pishëm. Si do ta bëni ju nëse eventualisht zgjidheni kryetar? Unë kam analizuar gjendjen aktuale sa i përket ujit të pishëm. Në disa vendbanime është rregulluar uji i pishëm, nuk është që është uji i pishëm nuk është i rregulluar në asnjë vendbanim. Ka vendbanime të cilët e kanë të siguruar. Ka disa projekte të cilët janë në proces që mendoj se tash me mandatin të cilin do ta marr unë do të realizohen brenda vitit të ardhshëm dhe ka vendbanime të cilat kanë mungesë të ujit të pishëm. Mendoj që to janë ndërlidhe ndër vete për të siguruar projekte për ujin e pishëm me buxhetin e komunës ndoshta nuk është i mjaftueshëm, prandaj duhet që brenda komunës zyrën për zhvillimin rajonal, e cila veç ekziston, duhet të përforcohet, duhet të plotësohet me kuadër profesional që të mund të arrijmë të bëjmë sa më shumë projekte të cilat do të jenë të nevojshme për të tërhequr edhe fonde të tjera, fonde nga brenda vendit, nga qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, por edhe fonde nga institucionet të tjera financiare jashtë vendit. Sa i përket sferës për ujë, për ekologji, jam i vetëdijshëm se ka fonde të mjaftueshme edhe në Bashkimin Evropian, por duhet një komunë e cila din t'i bën projektet ashtu si duhet, ka një staf të përgatitur dhe mund të arrijmë deri te këto fonde për të investuar në komunën të Arcës. Zotri Daut, edhe ju përgjigjuni këtu se është shumë esenciale ta dim sigurimin e ujit të pishëm. Mos harrojmë se flasim për komunën të Arcës me malin Shar afër dhe për absurditet në shekullin 21 ende bëhet temë debati uji. Për një çështje etike realisht, po. Për dallim nga kundër kandidati, unë nuk kam analizuar do të thotë në këtë drejtim sepse unë nuk jam ekspert i ujrave. Kam angazhuar njerëz të cilët janë apostafat të thirrur për këtë drejtim dhe ne gati se ndoshta keni ndjekur edhe në rrjetet sociale, gati një muaj ne jemi në terren çdo ditë duke hartuar dhe duke kërkuar nga çdo bashkësi vendore dhe nga çdo qytetar nevojat elementare të atij fshati. Dhe realisht ata të cilët i kanë pasur shoqërues në takimet të cilët kemi konsoliduar me gjitha bashkitë vendore dhe me gjithë ata bashkë vendas tonë, ata kanë shprehur do të thotë shqetësimet e tyre se në disa fshatra ku ka sasi mungon cilësia dhe në fshatra tjerë do të thotë ku ka cilësi mungon sasia, të cilat do duhet të intervenojnë. Disa sugjerime që mi kanë dhënë do të thotë ata ekspertë të cilët janë të thirrur për çështjen e ujit të pishëm, ata kanë paraparë në disa vende që ku mungon sasia do duhet vetëm të vendohet të thotë edhe një rezervuar plus, ndërsa aty ku është cilësia më e dobët do duhet të vendohen filtra natyral të cilët janë edhe shumë të lirë për mirëmbajtje në komunën e Arcës, pasi që nuk ka një kosto të lartë. Këto do të thotë them edhe nga përvoja të cilën më ka rastisur të vizitoj shumë komuna nga Drejtoria për Zhvillim Barabartë Rajonal dhe realisht shumë fshatra të cilët e kanë këtë problem do të thotë e kanë zgjidhur edhe nëpërmes byros. Fatkeqësisht komuna e Arcës nuk ka pasur qasje të drejtë për drejtë dhe realisht vuan çdo qytetar në komunën tonë. Më sinjalizuat për replik, më duket? Po. Më vjen keq që kandidati nuk ka analizuar çështjen e ujit të pishëm. Më vjen keq që kandidati ka qenë drejtor për zhvillim të Biroja për Zhvillim Rural dhe aty është drejtor që 1 vit dhe është dashur të merret pikërisht me këtë çështje. Është detyrë e kësaj drejtorie e cila duhet të bëjë investimet në zonat rurale. Më vjen keq që drejtori ka pas mundësinë dhe për 1 vit sa ka qenë aty si drejtor nuk ka arritur të investojë asnjë projekt. Do të ishte mirë sikur të kishte bërë një investim të vogël pikërisht në sistemin e ujësisë ose ujit të pishëm. Faleminderit. Kërkuat kundër replik 30 sekonda e keni. Okej. Unë kuptoj që kundër kandidatit i vjen keq, por sa për informim t'ja tregoj rregullat e Biros për Zhvillim Barabartë Rajonal, ndoshta nuk ka njohuri funksionimin e Biros se çfarë roli ka në nivel shtetëror. Biroja për Zhvillim Rajonal ka 4 programe të cilat janë të shfaqura specifiket urbanet, fshatrat edhe regionet dhe në ato programe kanë të drejtë të konkurrojnë çdo komunë rurale dhe urbane, fatkeqësisht këtu komuna e Arcës nuk ka konkurruar asnjëherë. Faleminderit shumë, respektuat, nuk keni më drejt kundër replik, do keni rast në brenda debatit të kyçeni të ndërlidheni me përgjigje ose pyetje.
Zotri Daut, është edhe qëndësore problemi i kanalizimit. Shumica e fshatrave nuk kanë kanalizim, edhe më duket disa funksionojnë ende me gropa septike. Si do e zgjidhni çështjen e ambientit të pastër? Realisht ju dini qasjen e kësaj qeverie pozitive që ka për çdo zhvillim të komunave rurale dhe në veçantë edhe atyre komunave urbane. Unë këtu jam i thirrur për të folur vetëm për komunën e Të Arcës dhe fatmirësisht ne kemi plan për projekt, do të thotë për fshatin Glloq, për Shevze, fshatin Të Arcë, që vetë janë parapar 40 milion denar mjete të cilat do duhet të realizohen. Mirë po fokusi i veçantë do të jetë edhe nga grandi i qeverisë që është 250 milion euro për gjitha komunat në nivel republikan, ku në këtë rast do të thotë komuna e Të Arcës në vit ka afërsisht mbi 3 milion euro vetëm për investime kapitale dhe fokusi i veçantë do të jetë në këtë drejtim që të realizojmë gati çdo fshat fazën fillestare të kanalizimit fekal dhe atmosferik. Domethënë deri në këto kohra nuk ka thithur grantet komuna e Të Arcës? Realisht ka një projekt i vjetruar të cilin mund të na sqaroj kundër kandidati sepse është pjesë e AKI-s dhe është dështim i BDI-s. Pse ka ngelur deri tash dhe nuk e dim atë pse kanë nisur dhe as pak nuk është përfunduar. Realisht janë shkurtuar shumë jetë nga viti 2021. 2021 ka qenë thirrja e fundit dhe në tenderim ka ra vlera ati dhe ata kanë arritur një projekt të cilin është gjismak, fatkeqësisht të realizojnë edhe në fshatin e kundër kandidatit i cili është as i filluar, as i zhvilluar, as i përfunduar. Ju kisha lutur të mos e prekim politikën qendrore, domethënë ju mund të na jepni idetë dhe planet e juaja në kuadër të ingerencave komunale. Fatkeqësisht kjo është realiteti, patjetër e kemi të thirremi diku sepse bëjmë elaborimin e gjitha etapave kohore. Në rregull, zotri Nazim, ju për kanalizimin është shumë problem për shëndetin publik dhe vuan popullata atje? Siç është uji i pishëm, po ashtu edhe kanalizimi në gjitha vendbanimet, thash edhe në gjitha komunat tjera, është problemi më kryesor dhe siç po shihet kandidati nuk është i informuar. Kandidati tregon se ka plan për një sistem të kanalizimit për fshatrat të cilat i përmendi. Faktikisht ky projekt është si projekt ekziston në kuadër të komunës dhe tash veç kanë filluar punimet atij. Është ndërmarrë edhe tenderimi. Më vjen keq po ndërlidhem me ata që thotë nuk i kam analizuar gjërat dhe normalisht sa i përket kanalizimit pjesërisht kemi në disa vendbanime ka kanalizim që është në fazën finale. Normalisht mund të them se janë përfunduar edhe punimet afërsisht deri 70%, por këtu te kanalizimi ka një çështje tjetër. Kanalizimi ndahet në sistemin primar dhe sistemin sekundar. Ne flasim për projekte të sistemit primar dhe konkretisht në fshatin Të Arcë është në fazën finale dhe besojmë që tash me instalimin edhe të stacioneve të filtrimit dhe të kolektorit do të përfundojnë në vitin e ardhshëm. Por kjo është vetëm sistemi primar, sistemi sekundar ende nuk ka projekt. Ka një projekt që tash kanë filluar punimet për sistemin primar në 3 vendbanime tjera dhe kemi vendbanime tjera nga 8 vendbanime sa ka Të Arca, kemi edhe vendbanime ku nuk ka edhe as projekt. Prandaj ne mendojmë që në platformën tonë do të përfshihen të gjitha vendbanimet. Normalisht çështja e projekteve nuk është punë që mund të realizohet brenda javësh apo muajsh, është proces i gjatë dhe dikush nuk është si them, nuk është mirë të akuzosh komunën se s'ka bërë asgjë hiç. Normalisht ka nevojë për të bërë shumë më shumë, por projektet të cilat i ka filluar dikush ne duhet të realizojmë dhe në mandatin tonë normalisht do të punojmë për projekte të reja. Zotri Daut, desha ta shfrytëzoni kundër replikën? Po, 1 minutë keni. Kandidatit, po. Ndoshta nuk është informuar sepse në kohën kur ne kemi vuajtur më shumë te ka qenë në Zvicër dhe për këtë do ta doja ta inkurajoja sepse qëndron gjithmonë me kryetarin e komunës para do të thotë që ka udhëhequr 3 mandate në komunën e Të Arcës dhe mund ta pyes do të thotë se projekt për kanalizimin e komunës Të Arcës ka projekt të tërësishëm, mirë po ai duhet të revidohet në çdo moment pasi që është i vjetruar sepse ka qenë në sirtarët e komunës dhe nuk është ndërmarrë asnjë masë për atë. Unë do të aftoj publikisht, do të thotë merr konsulta më të shpeshta nga ai, sepse ai ka qenë 12 vite kryetar komune. Në vitet e fundit kur kanë filluar të bëjnë diçka, edhe është ndaluar ndoshta edhe nga kryetari, ato duhet ta sqarojnë ata të cilët kanë dështuar në atë projekt. Do të thotë ky projekt është jetik, me qytetarët çdo ditë diskutojmë dhe ne do të jemi pjesë e kësaj zgjidhje. Nuk them unë sepse unë nuk jam ekspert i asaj çështje, por ka ekspertë të tjerë të cilët duhet merren.
E do një kontra replikën, 30 sekonda, ju lutem. Më vjen keq që kandidati vazhdimisht po mundohet të më sulmoj kështu personalisht, është çështje ime me kë ri unë dhe me kë konsultohem unë, por kundër kandidati desh t'i kontaktoj kryetarin e komunës, pikërisht nga pozicioni që ka pasur te biroja për zhvillim, që ka ende si drejtor për biros për zhvillim rural, është dash të kontaktoj kryetarin e komunës dhe të merr informacione të sakta dhe të jep mundësinë për të ndihmuar komunës së të Arsës, të cilën për fat keq nuk e ka bërë. Në rregull, zoti Daut, nuk keni drejt më për shkak të rregullave të bëni replikë tjetër. Unë besoj se replikat kundër replikrat do të rezultojnë si fryt dhe do të zgjidhet më e mira për të Arcën. Jo, nuk kemi mundësi. Mbaj mend përgjigjen, ndoshta dikund mund të inkuadrohet. Tjetër problem që nuk e të i kalon niveli shtetëror janë edhe deponitë e egra. Unë shoh se disa herë merreni, komuna është marrë me pastrimin e deponisë në fshatin Odri, pastaj kjo tjetra në Glogj, por megjithatë prap po mblidhet ndonjë projekt për t'i zhvendosur apo themi të formohet në kuadër të komunës së të Arcës ndërmarrje për grumbullimin e mbeturinave. Çfarë idesh keni për këtë pjesë? Ne gjithmonë po përsëritemi me të njëjtat probleme, me ujësjelljes, kanalizim, deponitë e egra, kështu me radhë, por unë mendoj që duhet një koncept më i gjerë i komunës, një komunë më efikase. Në kuadër të komunës e kemi ndërmarrjen publike komunale, e cila për momentin nuk është edhe aq aktive. Mendoj se komuna duhet ndërmarrjen, dhe ne kemi në program, jo vetëm që mendoj, ne kemi në program që komuna të zhvilloj ndërmarrjen publike komunale, të rrit kapacitetet e saj dhe një pjesë të problemeve të cilët na tangojnë çdo ditë mund të zgjidhen nga ndërmarrja publike komunale. Nuk e shoh si të logjikshme që çdo gjë, siç është edhe grumbullimi i mbeturinave, edhe rregullimi i disa rrugisave të vogla, hapja ose pastrimi i disa kanaleve të bëhet me tender. Mendoj që ndërmarrja publike komunale do ta ketë këtë përgjegjësi dhe mendoj në kuadër të kësaj të krijojmë edhe një hapësirë për mbeturinat, për selektimin e mbeturinave. Është premtuar shumë herë radhazi për reciklim të mbeturinave, mendoj se kjo është një projekt shumë i madh dhe komuna e Arsës nuk ka kapacitetin e tillë, por ajo që mund të bëjë komuna e Arsës është selektimi i mbeturinave, hapësira ku do të ngrumbullohen mbeturinat dhe normalisht atje edhe do të ketë edhe hapësirë për të mbetjet. Keni bërë një studim fillestar se ku mund të jetë ai rajon ku do mblidhen mbeturinat? Ka hapësirë që mund ta bëjmë në nivel komunal dhe ka projekt të cilët e kanë bërë nga kompanitë private, normalisht që mendoj se ne mund të marrëm edhe koncepte të tjera, por hapësira ekziston dhe mundësia ekziston për të bërë selektimin e mbeturinave dhe kështu mendoj që mbeturinat dhe mbetjet inerte nga mbrëmësia e vendbanimeve të lokalizohet dhe të sillen atë hapësirë që do të jetë e posaçme për mbeturinat. Nëse më lejon të shtoj edhe një sekond, çështja e grumbullimit, edhe ajo është momentalisht është me tender, mendoj se do t'i kaloj në kompetencat e komunës. Në rregull, faleminderit. Zotri Daut, zakonisht deponit këto me raste kalojnë edhe në krim ekologjik. Ju si do ta luftoni këtë dukuri? Kundër kandidati përmendi më shumë të vihet në funksion në ndërmarrja komunale për grumbullimin. Ju a keni ndonjë ide pak ndryshe? Fatmirësisht nga përvoja ime që kam qenë menaxhues në komunën e Tetovës, do të thotë është edhe evident ajo që në Tetovë më nuk kemi kështu probleme, do të thotë deponi të egra nëpër qytet. Unë kam bërë një intervistë edhe tek deponia që ekziston tash për momentin në fshatin Glogj dhe realisht kemi dhënë zgjidhje, domethënë afat shkurta, afat mesme dhe afat gjata. Njëra nga ata të cilët do të jetë afat shkurta, aty ka shumë mbetje të cilët janë inerte dhe ata do duhet të dislokohen në ndonjë vend tjetër ku ka nevojë, sepse ata mund të shfrytëzohen në vende ku ka gropa të cilat mund më pastaj të shfrytëzohen për diçka tjetër, kurse mbetjet tjera të cilët do duhet të hudhen në deponinë të cilën e kemi më afër në deponinë Rosino, do të angazhohemi në momentin e parë si kryetar komune me gjitha kompanitë vendore, sepse edhe po ti posedoj ata kamionët të cilët i ka ndërmarrja komunale, nuk arrin t'i largojnë ata mbeturina, sepse janë edhe mbeturina të rënda, siç përmendëm janë të përzjera, brenda tyre ka dhe inerte dhe nuk do të arrijmë nëpërmjet ndërmarrjes ta realizojmë.
Mirë po, nëpërmjet kompanive private të cilët do t'i angazhojë, do të thotë para gjithë qytetarëve që një herë për gjithmonë ajo të merr jetë tjetër dhe të transformohet komplet në gjelbrim për shfrytëzimin e gjithë qytetarëve, dhe realisht kemi plan do të thotë të detajuar, vetëm këtu pajtohem me kundër kandidatin që thotë që nuk mund të bëhet reciklim në komunën e Tarçës, pasi këto procese njoh shumë mirë. Do të filloj nga selektimi, por selektimi do duhet të filloj edhe nga edukimi i fëmijëve, do të thotë që do të bëjmë një kampanjë pas zgjedhjeve me kandidaturën time si sekretar komune në çdo shkollë, do të thotë për vetëdijsimin e fëmijëve tanë, të cilët ata do të vazhdojnë edhe kur të rriten, që të bëjmë selektimin nga klasa, pse jo edhe nga shtëpitë tona, të cilat është shumë e mundshme të realizohet, sepse gjitha vendet evropiane. Pse s'ka mundësi për riciklim, duhet dhe një stacioni veçantë apo kushte? Faktikisht riciklimi është procedurë gjatë. Kam qenë pjesë në Graz të Austrisë ku kam parë procesin e riciklimit dhe ajo është shumë e kushtueshme dhe kapaciteti i mbeturinave të komunës Tarçës. Kërkon buxhet të fortë. Do të thotë jo edhe buxhet, por kërkon edhe mbeturina për të menaxhuar, do të thotë gjithë Republika Maqedonisë Veriut. Të rregull. Ta ketë një pikë. U balancuam se të dy të morët dikun nga 5-6 sekonda më shumë. Patë dëni kundër replik tash për Jo, mund të... Apo të vazhdojmë me pyetjen e radhës. Tash të ndalemi te infrastruktura. Si do ta zhvilloni infrastrukturën ju, zotëri Nazim? Do me thënë rregullimin e rrugëve që lidhin fshatrat, rrugën regionale, ndriçimin, se jemi të vetëdijshëm se në atë rajon zakonisht edhe ndodhin shumë aksidente, për shkak se nuk ka drita të mjaftueshme, rrugët nuk janë në gjendje jo të mirë, dikun me gropa. Çfarë plani keni ju? Çfarë idesh për ngritjen e infrastrukturës? Unë mendoj që infrastruktura është problemi kyç momentalisht në komunën e Tarçës. Vetë kam qenë zëvendës drejtor në ndërmarrjen publike rrugët e Maqedonisë dhe aty kam parë se sa e rëndësishme dhe si punohet në këtë drejtim për investime në infrastrukturë. Gjatë këtij mandati sa isha aty, edhe se tha që nuk do ta prekim në pjesën qendrore, ne kemi arritur, unë si zëvendës drejtor kam arritur që të tërheq, jo të tërheq, po të ndikoj që projekti i cili ishte vërë paraprakisht që të implementohet. Kemi vërë projektin e sinjalizimit të rrugës nga Tetova deri në Yazhinj. Një projekt shumë i kushtueshëm, dhe një projekt i cili është bërë shumë cilësor, ndoshta është njëri ndër projektet më cilësore të sinjalizimit në Pollok, po them njerë shumë paraprakisht. Dhe hapjen e rrugës kam ndikuar që të intensifikohen punimet në hapjen e rrugës Trebosh në Ploshten, dhe mendojmë se kjo do të jetë një rrugë e cila do të mundësoj një qarkullim më të lidhshëm për qytetarët e komunës së Tarçës, por ne kemi edhe rrugët lokale brenda vendbanimeve, rrugët lokale brenda komunës të cilat janë në kompetencë të komunës, për të arritur deri te një infrastrukturë cilësore, normalisht duhet që të bëhen projekte. Ka disa rrugë të cilat janë të mundshme? Janë të mundshme, disa janë në proces. Mendojmë që disa rrugë do të brenda vitit të ardhshëm, pasi ekzistojnë projekte dhe janë ndarë mjetet, në disa vendbanime do të shtrohen disa rrugë me asfalt, por normalisht duhet gjithmonë prapë kthehemi te ajo çështja e projekteve, ne duhet të tërheqim fondet sepse këto janë projekte të kushtueshme. Nuk mund t'i mbuloj komuna me buxhetin e vet. Faleminderit, zotri Daut, ju si do t'i adresoni çështjet e infrastrukturës për ta ndërtuar edhe më mirë? Do të nis nga kundërkandidati ku e potencoj rrugën e qarkorës nga fshati Trebosh në fshatin e Ploshten. Unë do t'i bëj thirrje publike që t'jetë pjesëmarrës, sepse ne jemi vetëm në procese sipër dhe do të nisë të asfaltohet një rrugë. Dhe këtu e përuroj edhe drejtorin aktual, i cili është dhe bën insistim, zëvendës drejtori jon, i cili bën insistim të vazhdueshëm me të gjitha kompanitë dhe me të gjitha resurset që i ka, që kjo rrugë sa më shpejt të merr jetë. Do të thotë kjo nuk bëhet vetëm për PR, për marketing, por ajo është shumë jetike. Pjesa tjetër e komunës së Tarçës kemi shumë fshatra të cilët janë lënë në harres fatkeqësisht, dhe kjo do të jetë prioriteti im kryesor, mirë po duke theksuar me theks të veçantë, me çdo qytetar dhe me çdo bashki vendore ku kam qenë, kam thënë, për hir të realitetit dhe për hir të korrekcisë ne do të jemi korrekt, pasi që në një rrugë e cila është e prishur dhe në moment nuk e ka edhe të realizuar sistemi nëntoksor, ujin e pishëm dhe projektin e kanalizimit, do të mundohemi që ajo rrugë kur të hapet për të ushtruar me asfaltim,
të bëhen edhe gjitha parametrat tjerë, siç kemi bërë ne në fshatin Slatin me një bashkë iniciativë të fshatit, ushtrua një rrugë nga ana e komunës, mirë po me iniciativën e bashkëqytetarëve kanë financuar që kanë venduar disa gipa që më ai asfalt mos të prishet në të ardhmen. Do të thotë një rrugë që të bëhet të ketë prioritet spaku 20 apo 30 vite më mos të preket asfaltimi i ri, sepse nga qeverisit e kaluara fatkeqësisht kemi parë që në momentin që është shtruar në pas një muaj apo 2 muaj është prerë asfaltimi, cilësia e dobët edhe gjitha të këqija. Të kalojmë pak te ekonomia. Si do të arrisim ekonominë e Të Arcës? Me çfarë planifikimesh? Unë përveç investimeve në infrastrukturë që ndikojnë në rritjen e ekonomisë, si pikë të projektit të platformës e kam edhe investimet në bujqësi. Mendoj që bujqësia është shumë e rëndësishme, por momentin kemi një bujqësi që vetëm bie ton, vetëm për nevojat të familjarëve. Ne duhet si komunë që të mbështesim bujqësinë, që bujqësi të bëhet e organizuar, një bujqësi që lulëzon, një bujqësi që do të mbështetet nga komunat dhe do të lulëzoj. Kështu e shoh si shumë të nevojshme, prandaj gjatë mandatit sa isha në qeveri, në bashkëpunim me zëvendës ministrin e bujqësisë, arritëm që të tërheqim njësinë rajonale të bujqësisë për komunën e Të Arcës. Do mund të subvenciononi bujqit? Kjo zirë do të filloj punën me njerë pasi të marrë mandatin. Në komunën e Të Arcës do të ketë një zirë për bujqit ku do të jetë e gatshme që të ndihmoj bujqit me të gjitha informacionet dhe me mbështetjen për të marrë sa më shumë subvencione. Kur jemi këtu të subvencionet, ka një problematik shumë të madhe për shkak të sistemit ligjor dhe në qoftë se ne kemi bujq të cilët nuk e kanë të rregulluar të sistemin juridik, të them kështu, dhe prandaj ata nuk mund të aplikojnë në fondet i partë. Ashtu. Pikërisht do të jetë detyrë e komunës që këto bujq në këtë drejtim të mbështeten me informacione, të mbështeten me përgatitjen e dokumentacionit që të arrijnë deri te fondacionet. Ashtu, dim se shumë fondet i pardit, siç përmendet ju një instrument, janë kthyer në buxhetet e Bashkimit Evropian për shkak se nuk janë shfrytzuar, sidomos nga komunat rurale. Pikërisht. Do të shtoni edhe pak? Është me rëndësi, duhet të shtoj se ne do të arrijmë që brenda komunës tonë të kemi edhe treg komunal, për shkak se bujqit kanë të kenë mundësinë që produktet e tyre të mund të shesin edhe brenda vendbanimeve të tyre, në një pikë të caktuar. Faleminderit, zotri Daut, unë fola për ekonominë, po kundër kandidatit juaj u ndalte bujqësia. Nëse doni mund vazhdoni ju, sepse dim që bujqësia, blegtoria kanë qenë përpara shumë agrikulturë e mirë për Të Arcën dhe Të Arca ka eksportuar prodhime bujqësore dhe blegtoriale. Doni këtu të vazhdoni apo do folni në përgjithësi për ekonominë? 2 minuta. Patjetër, është njëra pikë do të thotë që na tangon neve në komunë Të Arcës, ku çdo bujk do duhet të jepet për krahje do të thotë institucionale, gjë e cila ka munguar. Fatkeqësisht edhe kur ka qenë kundër kandidati dhe zëvendës ministri i bujqësisë, nuk arritën ta hapin zirën rajonale. Ne këto ditë kemi mysafir në komunën tonë zëvendës ministrin e bujqësisë, ku konkretisht do të kërkojmë afate kohore, do të thotë sa më shpejt hapet zira rajonale pas marrjes mandatit tim, dhe njëkohësisht mundësitë të gjitha ata bujq të cilët gravitojnë në komunën tonë, mundësitë aktuale të cilët mund të shfrytëzojnë, do të thotë në konkurimin e IPARD-eve dhe gjitha këtyre të mirave që ofron Ministria e Bujqësisë. Në këtë drejtim kemi kërkuar edhe nga grupe të caktuara që në marrjen e mandatit tonë, njëherë në muaj do të ketë angazhim profesional nga ana atyre të cilët do duhet të trajnojnë çdo bujq individualisht, se si bëhet aplikimi në IPARD fondet, që me vetmin qëllim që mos t'i humbin ata fonde. Zhvillimi tjetër ekonomik lokal, i cili është shumë i rëndësishëm, do të mundohemi të urbanizojmë shumë pjesë të cilët janë të paurbanizuara, dhe kjo do të bëhet në bashkëpunim me gjithë ata afaristë të cilët janë të interesuar të investojnë në komunën tonë, pasi fatkeqësisht është ndër komunat e fundit në Maqedoninë e Veriut, e cila nuk ka do të thotë investime dhe projekte fabrika të mëdha, siç janë edhe vendet e tjera. Zhelina, si është në pjesë zonë ekonomike, do të mundohemi edhe në pjesën tonë, do të thotë me fokus të veçantë do të jemi këtu. Një pikë shumë e rëndësishme të cilën dua ta potencoj, sepse kemi shumë për minutazhin na pamundson. Kemi bërë target grupe të rinjve të cilët do të fokusohemi me theks të veçantë nga ana e profesionistëve të cilët i kemi të angazhuar në fushat,
në drejtimin e IT-s, e cila është shumë e kohës moderne dhe pa atë nuk mund të ecim përpara, dhe në këtë drejtim do të kemi studim apo trajnim 1 mujor të cilët do të marrin pjesë shumë të rinj në atë trajnim nga ekspertë shumë të fuqishëm të komunës tonë. Faleminderit Daud. Më dha shenjë për replik? Deshat? Po, desha të them kundër kandidatit se mundoj gjithmonë të minimizoj atë çka them unë. Vendimi për hapjen e zyrës rajonale të bujqësisë në kuadër të komunës është marrë shumë më herët. Nuk është nga ky zëvendës kryeministër që është aktualisht aty, është marrë nga zëvendës kryeministrit i cili ishte paraprakisht aty, dhe kjo është punë e kryer, vetëm pritet që të sigurohet hapësirat dhe jemi në kontakt me kryetarin aktual të komunës dhe kemi arritë që të sigurojmë edhe hapësirë për hapjen e asaj zyre. Ajo që duhet të shtoj është që për të zhvilluar bujqësinë normalisht duhet të ketë edhe investime nga komuna. Mendoj që sistemi i ujitjes së fushave prodhuese duhet të merr përsipër komunat që të kanalizimi për ujitje të sigurohet të paktën që bujqësit të kenë ujë të mjaftueshëm për të ujit fushat e tyre. Faleminderit, urdhëro Daud. Vetëm një kundër replikë të shkurt. Fatkeqësisht të gjitha komunat tjera rurale e kanë njësinë rajonale. Po fatkeqësisht ka dëshmitar të kohës kush e ka ndaluar atë që mos hapen komunën e Tartës. Me ardhjen time do të thotë nëse zëvendës ministri i bujqësisë e ka iniciuar këtë, unë e përuroj, ne vetëm do ta formalizojmë dhe do të jetë në funksion. Askush nuk e ndal dhe ne do ta ecim procedurën sa më shpejt. Koha është e jona dhe do ta shohim realitetin. Dua dal pak te arsimi. Arsimi në komunën tuaj ballafaqohet me probleme të llojeve të ndryshme, duke filluar nga modernizimi, nevoja për rikonstruim. Duat më përgjigjeni për disa zëra iniciativa që kanë qenë të kamotshme, pas dhe nuk e kanë gjetur realitetin. Në komuna juaj ka 8 shkolla fillore, sa kam informacion, dhe nëse një komunë ka 8 shkolla fillore, sigurisht se ka të drejtë edhe për një shkollim të mesëm për këtë rajon. Sa janë mundësit? Na flisni ju lutem pak për sfidat dhe mundësin për një shkollë të mesme. Ka qenë premtimi i kamotshëm. Premtimet të tilla janë bërë gjithmonë, por unë mendoj se më e rëndësishme është që shkollat fillore të modernizohen, të investohet në shkollat fillore. Për momentin ka nevojë që në këto shkolla të ketë intervenime në objektet shkollore, por ka nevojë që këto shkolla të pajisen edhe me mjete për të destinuara për shkollat. Por ajo që duhet të theksoj është se shkollat për fat të keq janë politizuar shumë. Unë kam një rast konkret që më ka ardhur keq, që e kam përjetuar tash derisa isha në qeveri, ku një punësuar në shkollën e mesme në Tetov u largua nga puna, ishte një mësuese, një profesoresh që vjen konkretisht nga Te Arca, dhe për shkak të politikës u largua nga puna. Kemi intervenuar që mos bëhet për të rikthyer atij që mos bëhen gjëra të tilla, sepse janë të dëmshme për shkak se shkollat duhet të jenë të pavarura, dhe unë mendoj që në komunën e Të Arcës politika do të qëndrojë larg arsimit në aspektin e ndikimit tek stafi arsimor. Ajo që ne duhet të bëjmë është investime konkrete në shkollat ekzistuese. Kemi projekte konkrete, disa projekte po e përsëris, veç që janë të miratuara, nga UNDP-ja ka një projekt për shembull për shkollën e Preshtenit, për rikonstruimin e sallës sportit. Kemi disa projekte të tjera poshtu, kemi edhe disa probleme tjera me statusin juridik të pronave të shkollës, të cilët duhet të zgjidhen për shkak se nëse nuk e kanë të zgjedhur statusin juridik, është edhe vështirë të bësh projekte dhe të investosh në ato shkolla. Por kemi shumë shkolla ku mundim të intervenojmë dhe mendojmë që brenda mandatit 4 vjeçar të kryejmë të gjitha punimet të cilat i kemi paraparë në program. Faleminderit. Do të thënë gjithmonë kur i përmendim projektet më të mëdha, përmendim njëkohësisht edhe projektet financuese që zakonisht kërkojnë mbështetje nga jashtë. Për fat të keq, për një buxhet që ka Komuna e Të Arcës nuk mundet të mbuloj. Zoti Daud, ju modernizimin e shkollës në çfarë qasje e keni paraparë? Shkollimit dhe për shkollën e mesme, a ka mundësi të hapet? Me tekst veçantë njëherë do të
referohem të kjo pjesë para se ti modernizojmë, ti depolitizojmë. Do të thotë unë nuk shoh nga kundër kandidati se ka iniciativë për të depolitizuar kur gjatë gjithë kohës në fushat qëndron me ata të cilët e kanë politizuar dhe e kanë shkatruar dhe e kanë degraduar arsimin në nivel shumë të skajshëm. Dhe kjo është një shqetësim shumë i madh edhe gjithë banorëve të komunës Tarcas, sepse ka ndikuar dhe ka vepruar direkt politika edhe në përzgjedhjen e mësuesve dhe drejtorëve. Këtë ndoshta nuk është i informuar, do të kërkoj informata nga bashkëpunëtorët e tij të cilët janë në fushat, premtojnë diçka tjetër për arsimin, veprojnë diçka tjetër. Fatkeqësisht kjo do të jetë vetëm me zgjidhjen tonë. Unë askujt nuk i kam premtuar se kush do të jetë drejtor apo kush do të jetë udhëheqës në arsim, mirë po nga ana tjetër dëgjoj se ka kështu zërash në terren dhe realisht vinë edhe na kontaktojnë edhe neve dhe ju them kjo nuk është politikbërja jonë dhe qeverisja jonë nesër. Nesër ne do të duam të qeverisim me duart pastra dhe me intervenime jo politike, por profesionale nga ana atyre, sepse nxënësit dhe fëmijët e mi shkollohen në ato shkolla dhe kjo është shumë jetike për ne. Në pjesën e infrastrukturës, kjo është temë shumë e ndryshme e cila do të diskutohet gjatë gjithë kampanjës zgjedhore. Tema tjetër e infrastrukturës do të thotë fshati Gloq, i cili vuan nga çështja elementare, fshati Odër, e cila vuan shkolla e fshatit Odër, nga çështja elementare dritarët e shkollës nuk i ka të ndëruara gati 16 vite. Dhe asnjë iniciativë, dhe asnjë projekt konkret nuk ka patur për atë shkollë, në cilën fëmijët vuajnë nga pakujdesia dhe nga ftohja e cila është do të thotë në atë komunë. Më duket se në fund të mandatit tash kryetari aktual ka bërë një iniciativë dhe ka nduruar disa dritare në çfarë forme. Nuk e di, mirë po një çështje etike atyre ju ka zgjidhur dhe realisht në shumë shkolla tjera mungon infrastruktura moderne para se të modernizojmë dhe të digitalizojmë të gjitha shkollat dhe të gjitha klasat. Por edhe për digitalizimin dhe modernizimin kemi plan shumë të veçantë, ato do ta shpalosim edhe në kampanjë sepse jemi me gjithë ata të cilët janë profesionistë. Urdhnoni për kundërpërgjigje? Më duhet të potencoj se kundërkandidati nuk është informuar, ose është informuar keq. Nga ana ime nuk ka asnjë premtim për çështjen e drejtorëve. Nuk ka asnjë premtim për çështjen e arsimit se kush do të bëhet drejtor në mandatin tim, por kundërkandidati shohim nepotizëm të madh, që e kemi që është faktik, që nuk dua t'i përmendi këtu me emra, si drejtor... Shpalosim planet vizionare, vetëm pak, si drejtor i birës për zhvillim rajonal, ka ushtruar ndikimin e vetë për të punësuar, konkretisht 5 të punësuar të gjithë janë familjarë të afërt, që më vjen keq. Unë nuk e kam punësuar asnjë të afërt, asnjë shok, dhe nuk do ta bëj këtë gjë në këtë mënyrë. Debati është për problemet lokale? Po, të vazhdoj. Të rrim në korniza. Kundërkandidati nuk është informuar, shkolla e Odrit i ka të ndruara dritaret, dhe shkolla e Odrit të mungon të sistemi qendror për inxevjes. Zoti Daut, dashur 30 sekonda. Okej, duhet këtë ta trajtojmë si çështje realisht shumë serioze, pasi që kjo është një akuzë shumë e rëndë, do të thotë 5 të punësuar të cilët unë pas kam punësuar dikun që kanë familjarët e mi për nepotizëm, do të thotë pas kësaj unë do të ngrej edhe padi penale në qoftë se nuk kërkon falje apo nuk nxjerr ndonjë argument para qytetarëve, cilët janë ata familjarët e mi të cilët unë i kam punësuar në nivele ku do qofshin ata. Unë pres përgjigje dhe do të padis nëse nuk përgjigj. Ju lutem të përmbaheni rregullave siç thash për problemet që tangojnë komunën dhe që janë në ingerencë të komunës. Kur jemi te arsimi nuk dua t'ja anashkaloj edhe parashkollarët. Çka po ndodh me qerdhen e përshefcës? Ende s'po i mbledh qerdhja folea fëmijët e vet. Sipas informacioneve që kemi... Nëse zgjidheni ju, po, në çfarë afati do ta lëshoni në shfrytëzim të... Qerdhja, punimet në qerdhen me konkretisht në vetbanimin përshefcës janë të përfunduara. Ndoshta ka mund të ketë në aspektin teknik, por më shumë ka në aspektin politik. Qerdhet nuk janë në kompetencat të komunës, qerdhja është në kompetencat të Ministrisë të Punës dhe Politikës Sociale, dhe mendojmë që këtu ka një ngecje, ndoshta është edhe qëllimshme, unë nuk kam informacionet të sakta çka është duke ndodhur aty, por me marrjen e mandatit gjithsesi që do të ndikojmë që ajo qerdhe të filloj në vitin e ardhshëm ashtu si duhet. Zotri Nazim, kryetari aktual tash është i koalicionit tuaj dhe sigurisht ndoshta ju ka referuar pse qerdhja foleja ende gati 3 vite pritet për të cartuar. Jo, përfund ajo ka qenë duke punuar dhe tash kanë përfunduar punimet, tash i është gati për të lëshuar, por nuk e di, thash, është në kompetenca të Ministrisë
së punës dhe politikës sociale. Ato duhet të përgjigjen pse nuk kanë dhënë lejen ose dritën jeshile për të hapur kjo qerdë. Zotëri, i dini rrethanat për mos lëshimin në shfrytëzim të qerdhës foleja? Unë jam interesuar shumë për atë qerdhe, sepse është diku 150 prind pritëshin ti dërgojnë përmjet. 140 do të mund të regjistrojnë 140 nxënës dhe ajo grupi punus do të thotë administrata për 30 ditë të punësuarve. Nuk ka informacion kundër kandidatit dhe fatkeqësisht disa herë po thirret në pjesën politike të qeverisë, por haron se para 3-4 muajve ka dalë nga qeveria, ka qenë pjesë e këtij koalicioni. Fatkeqësisht edhe një detaj tjetër, kryetari aktual ndoshta ka tentuar gjithmonë edhe në kohët më përpara kur ne nuk kemi qenë pjesë e qeverisë, por i ka pasur duart e lidhura nga ata njerëz që i rinë rreth e përqark tash kundër kandidatit aktual, dhe ndoshta nuk ka arritur të ecë punët përpara në procedurë ashtu siç duhet. Në këtë moment do të thotë ka pasur një problem me ujin e pishëm, i cili ka qenë shkaku i një filtri, edhe ajo është tejkaluar, kryetari aktual pas ka zgjidhur, me sa ka marrë informacion në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale. Mirë, po problemi pas ka qenë sepse kemi hyrë në fazën e procesit zgjedhor dhe nuk kanë arritur të sigurojnë pëlqimet nga ana e Ministrisë së Financave Komune e Tarcës. Dhe këtu nuk ka dorë as pak politika dhe Ministria e Punës dhe Politikës Sociale. Për hir të korrekcisë ne jemi Komuna e Tarcës, mirë, po çerdhja në Haraçin u hap në kohën kur ne ishim pjesë e qeverisë dhe nuk ka asnjë tendencë nga ministri aktual që është i koalicionit Vlem. Për hir të korrekcisë vetëm një shtesë, plani do të thotë është edhe për hapjen e një çerdhe tjetër, e cila bëhet me zgjedhjen tonë si kryetar komune, do të bëhet menjëherë projektimi, e cila është shumë e nevojshme, kam diskutuar edhe me ministrin direkt këtë pjesë, edhe një hapje e çerdhës tjetër që do të bëhet dhe do të realizohet në fshatin Dobrosht dhe parafërsisht do të arrijë të akumulojë numrin e 60% të cilët gravitojnë fëmijët që i kemi në komunën e Tarcës. Zotëri Nasim? Sa i përket kapacitetive të çerdhes. Kundër replik deshte, po? Po, jo, unë e thash që normalisht dritën jeshile duhet ta jepë Ministria e Punës dhe Politikës Sociale. Si kundër replik këto. Por dua të shtoj se sa i përket hapjes të çerdhes dhe edhe po ashtu edhe ne kemi në platformën tonë, unë mendoj se Komuna e Tarcës nuk ka kapacitete për të bërë di çerdhe të nivelit të tillë. Në ajo që është me rëndësishme vendbanimet më në periferi të kenë të siguruara çerdhe dhe brenda shkollës. Është çështje që duhet të shihet, të gjendet hapësira, besoj se ka mundësi dhe kjo është përvoja të cilën e kam unë nga Zvicra, nuk ka çerdhe kështu të vendosura në një vendbanim, por shumica e çerdheve dhe qëndrimi ditor që e quajnë ata është kryesisht në shkollat fillore. Shkurt një replikë. 30 sekonda. Okej. Nuk e di sa është informuar kundër kandidatin, ne kemi disa çerdhe private në komunën e Tarcës të cilat gravitojnë dhe kjo tregon se është do të thotë kërkesë shumë e madhe e banorëve të komunës Tarcës. Por hir të korrekcisë nuk është informuar sepse në Zvicër ndoshta ka funksionim tjetër. Në Republikën e Maqedonisë Veriut unë kam ecur shumë komuna dhe kam parë se ka edhe më shumë se 10 çerdhe. Dhe kjo nuk është asnjë problem me cila mund të realizohet sepse edhe mjetët do të thotë garantohen nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale dhe jo nga Komuna e Tarcës. Kjo do të thotë nuk ka ndonjë kosto të veçantë. Faleminderit, ndalemi, nuk keni më të drejtë, më vjen keq që i futemi pak shëndetësisë. Si të avanconi shëndetësinë në Komunën e Tarcës dhe kur banorët e kësaj komune do të kenë shërbim shëndetësor 24 orësh? Edhe shëndetësia është një problematik që na tangon neve gjithë atje, por shëndetësia është në kompetencat e Ministrisë së Shëndetësisë, nuk është në kompetencat e komunës. Ajo që mund të bëjë komuna është të siguroj, për shembull, ajo që ne kemi nevojë është një urgjencë, një autoambulancë, dhe këtu duhet të jemi të qartë që nuk është në kompetencat e komunës, për shkak se për të pasur një autoambulancë duhet një staf, duhet një hapësirë, duhet një objekt. Ajo që ne mundim të bëjmë, ne mundim si komunë të sigurojmë hapësirën, mundim të sigurojmë objektin, mundim të sigurojmë mjetet, por stafi do të jetë kompetencë e Ministrisë së Shëndetësisë. Si komunë do të insistojmë pikërisht që ajo ambulancë, ndoshta edhe në një bashkëpunim me komunën e Jugunovcës, e cila është afër komunës së Tarcës, dhe të kemi një ambulancë të përbashkët për shkak se ne jemi larg nga Tetova dhe me këtë infrastrukturë që kemi, me këtë komunikacion që kemi,
është e rëndë që ambulanca, është e vështirë që ambulanca të arrijë deri në vendbarimin deri në Odër. E kemi në platformë dhe besoj me angazhimin e gjithëve do të arrijmë që ta kemi ambulancën në komunën e të Arcës. Zotëri Deut, të njëjtën pyetje edhe për ju, moderimin e shërbimeve shëndetësore, deri në pikën kur janë kompetence pushtetit lokal. Jam 35 vjeçar, fatkeqësisht ki premtim apo ki zotimi gjithë atyre të kaluarve ka qenë që 24 orë do të jetë një ambulancë në komunën e Tarcës dhe asnjëherë nuk ka pat një iniciativë, jo që më të jetë realizuar. Unë në bashkëpunim të ndërsjellët me drejtorin aktual, i cili është drejtor në Spitalin e Tetovës dhe Ministrin e Shëndetësisë, ju kam sugjeruar dhe ju kam kërkuar që të shohin në aspekt ligjor se si mund të zgjidhet kjo pasi që ka të drejtë që është kompetencë e Ministrisë të Shëndetësisë. Garanca ime vetëm ka qenë që në komunën e Tarcës do t'ju sigurojmë një objekt i cili do t'i plotësojë gjitha kushtet, vetëm kjo të rregullohet në aspekt ligjor që gjithë ata të banorë të komunës së Tarcës, sidomos fatkeqësisht do të thotë rastet më të shpeshta të sulmeve në zemër kemi në komunën e Tarcës gjatë kohës verës dhe kjo e pamundson lëvizjen normale nga fluksi i madh i mërgjimtarëve që janë dhe kjo do të thotë i iriton edhe i iriton shumë qytetarët pasi nuk arrin në kohë të intervenojnë për një familjarin e tyre. Unë kam pasur rast edhe në familjen time kur me veturën time personale para 12 viteve kam dërguar deri në spital pasi që nuk kam mundur do të thotë të jetë ambulanca në kohë të marr pacientin. Në këtë drejtim do të jemi do të thotë edhe fal atyre të cilët edhe pse fal atyre të cilët gjithë gravitojnë në komunën e Tarcës, ambulantat private i kemi shumë të sofistikuara dhe shumë të mira, do të thotë ndihma e parë nga ana e qytetarëve mirët në ato ambulanta private, mirë po nga ana institucionale kjo do të jetë do të thotë e qashme direkt për qytetarin që një herë për gjithmonë kjo të zgjidhet. Nuk e premtoj tash në fushat pa pasur një zgjidhje konkrete nga ana e ministrit dhe nga ana e drejtorit, pa marrë një garancë të fuqishme që mund të realizohet apo jo. Duhet të jemi të pastër dhe të qartë para gjithë qytetarëve. Urdhëzo zotëri Nazim, 60 sekonda. Deshta vetëm të shtoj se nuk është ashtu si thot kundërkandidati që nuk ka pasur iniciativë, ka pasur një iniciativë. Shumë më herët para disa viteve është sjellur një automjet i ambulancës në komunën e Tarcës dhe ka qenë aty, por për shkak të asaj që e përmenda edhe më herët, për shkak të organizimit të stafit mjekësor nuk ka mund të qëndrojë aty dhe atë ambulancë ja ka ndërzuar komunës së Tetovës. Mendoj që kot ne mundim ta bëjmë në bashkëpunim me spitalin që e kemi në Leshk, por siç thash është kompetencë e Ministrisë së Shëndetësisë dhe ne si komunë do të insistojmë që të sigurohet stafi mjekësor dhe ne do të sigurojmë mjetet tjera dhe objektin edhe hapësirën. Ne kemi shumë pyetje për diskutuar, por unë dua të ndalem në fund pra te buxheti dhe te transparenca. Sa do të jeni transparent me shfrytëzimin e mjeteve të qytetarëve? Në çfarë mënyre do ta bëni llogaridhënien? Të gjitha projektet të cilat ne i përmendëm janë të ndërlidhura njëra me tjetrën. Unë mendoj se pa një komunë efikase, pa një komunë transparente dhe pa një komunë llogaridhënëse, nuk mundim të arrijmë të tërheqim edhe projekte, të tërheqim edhe fonde nga jashtë. Komuna jonë ka bërë një progres sa i përket transparencës në krahasim me vitin 2021, kur ishim kandidat për kryetar komune, ka pasur një lëvizje pozitive, por nuk është e mjaftueshme. Ajo që dua unë të siguroj është transparencë të plot. Unë premtoj edhe këtu, do të jem shembulli për një komunë transparente dhe llogaridhënëse. Si? Do të raportoj, do të thonë njerë do të bëjmë raportimin mujor për punën e kryetarit, për punën e këshillit dhe për punën e administratës. Administrata jonë duhet të jetë e hapur, duhet të jetë administratë e hapur për qytetarët, dhe jo administratë e mbyllur dhe të gjitha tenderimet, të gjitha informacionet me karakter publik do t'i krijojmë qasjet qytetarëve që të kenë mundësi të marrën të gjitha informacionet. Normalisht kjo mund të bëhet edhe nëpërmjet digitalizimit të komunës. Për momentin komuna është deri dikund, por nuk është në nivelin e dur. Mendoj se me një koncept të mirëfillt do të arrijmë të jemi komuna më transparente në Maqedoni. Është synimi jonë që të jemi komuna më transparente, jo vetëm në Maqedoninë e Veriut, por edhe në rajon.
Zotri Daut, ju sa më shumë transparent, aq më pak korrupsion. Pika kiçe do të thotë që kam në plan programin tim, sepse ajo realisht varet nga unë dhe mund të them kam analizuar këtë pjesë në komunën e të Arcës dhe kjo është shumë e ndihshme tek gjithë qytetarët. Pika e parë që duhet ta bëjmë të krijojmë qytetarit akses me komunën, sepse deri në vitet paraprake ka munguar edhe aksesi me qytetarët. Do të thotë para 4 viteve në 3 mandate qeverisje ka qenë do të thotë ndër komunat e fundit me transparencë në nivel republikan, kurse tash ka bërë një progres do të thotë 4 vitet e fundit dhe këtë trend ne jo se vetëm do ta vazhdojmë, por do ta fuqizojmë që të jetë sa më transparente. Pika e parë që dua e kam në plan program që ta realizojmë me ardhjen time si kryetar komune, do të bëjmë takime javore me gjithë qytetarët ku komuna do të jetë e hapur siç ka bërë komuna e Tetovës dhe gjithë ata të cilët kanë shqetësime dhe sugjerime dhe ide për komunën e Tarcës, ajo do të shërbejë si një takim me gjithë banorët e komunës së Tarcës një herë në javë, do ta caktojmë ditën kur do të jenë edhe ata më të lirë dhe kjo do të jetë një formë bashkëpunimi me çdo qytetar përsaafërmi. Pjesa e dytë e cila është shumë më e rëndësishme se gjitha pikat tjera është transparenca e këshillit, sepse këshilli i bie të gjitha vendimet në komunë, seancat e këshillit të jenë në live stream që gjithë qytetarët do të thotë të arrin të shohin se çfarë vendimesh merren në këshillin komunal. Këto janë pikat kryesore dhe gjitha pikat të cilët janë të ndihshme në të gjitha sektorët komunal, edhe në aspektin e sportit jemi të fokusuar në veçanti të madhe, ndoshta do të keni një pikë të sportit, do ta elaborojmë edhe atë. Kryesori është që hera e parë do të thotë që aksesi kryesor institucional i qytetarit me institucionin do të jetë e hapur para gjithë qytetarëve. Ne i shfrytzuam minutat që kishim në dispozicion. Suksese juve, suksese komunës së Të Arcës. Faleminderit që ishit prezent. Fatkeqësisht shumë tema nuk i trajtuam, mirë po do të kemi mundësinë. Do kemi raste të tjera. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, faleminderit për vëmendjen. Mirupafshim në bisedat e radhës.